Përshëndetje, jemi mysafirët e kësaj ore të vonë të natës në këtë Tiranë, pothuajse të zbrazur nga ora politike. Pasta. Duke shpresuar që sot të kaloj një natë ndryshe, të kem edhe unë emocionet e tyre, të futem në mpetkun e tyre, në lëkurën e tyre, për të folur me ta se kush është e përditshmja. Një e përditshme që me sa duket, përpara tyre ne duhet të reflektojmë të gjithë. Unë tashmë e di që ata janë pikërisht në mbledhjen dhe në ritualin e tyre të zakonshëm. Janë bashkë me përgjegjësin e tyre, prandaj hajdeni me mua të shikoj dhe të vendosim së bashku pikërisht jo vetëm atë mbledhjen e zakonshme të tyre, por njëkohësisht të shikojmë nga afër, të ulemi këmbë-kryq, ndoshta të bisedojmë për ato gjëra që ato nuk i kanë thënë deri më sot, prandaj mbledhim forcat dhe ikim. Hajde. Mirëmbrëma, si jeni? Si jeni? Mirë? Më duket se ju gjeta në mbledhje. Mbledhje, po. Ky është një ritual që e bëni gjithmonë, apo jo? Çdo mbrëmje. Mua më bëhet qefi që do jem bashkëtarja juaj sonte. Më pranoni, besoj, jo? Po, jemi pritur me miq duam. Okej. Zakonisht unë i pres personazhet në studio. Por sonte besoj se do jeni udhëtare shumë të mira. Kam ardhur unë tek juve. Mirë se erdhe, të presim. Faleminderit shumë. Kjo është puna jone e përnatshme. Ne takohemi në këtë orë çdo natë, Po? dhe fillojmë pastrimin e sipas një grafiku që kemi neve për pjesën në qendër këtu në qendër të Tiranës. Është një punë që bëhet normalisht, këto janë punëtor, janë specialistë, e njohin punën, sepse kanë shumë vite në këtë detyrë dhe fillojnë, nuk ka nevojë për direktiva të imponuara apo kështu, sepse ato e njohin vetë dhe vazhdojnë ritualisht dhe normalisht çdo gjë e njohin punën. Zonja Migena, unë e di që ju si përgjegjëse Po. Keni 15 vite punë. Po, kemi me 15 vite në këtë detyrë. Në këtë detyrë, po. Nga grupi që jemi këtu, Po, unë di që dikush është në prag pensioni, po, kam 2 persone në prag po, pensioni. ndërsa zotria që kemi në mesnesh më kanë thënë që ka 34 vite punë, në mos gaboj? 44 vite punë. Po. Akoma dhe më shumë. Po, po. Ditën e sotme kam vendosur që të futem unë në lëkurën tuaj. Shpeshherë në emisionin tim ka pasur edhe personazhe nga ju që kanë qenë pjesë e emisionit tim. Por nuk e dija realisht kush është puna juaj. Ne vërtet çohemi në mëngjes dhe shikojmë një Tiranë të pastër. Po. Por asnjëherë mendja nuk na shkon tek ju. Unë po flas për veten time, nuk po flas për personat e tjerë. Ju jeni personat që kur ngrihemi këtë Tiranën tonë,
e gjejmë të pastër këtë shtëpinë tonë. Kjo është shtëpia e gjithë shqiptarëve sepse këtu mblidhen të gjithë. Dhe e gjejmë të pastër në saj të duarve tuaja. Ju lumshin duart një herë. Faleminderit. Për gjithë atë që na ofroni, për atë pastërti dhe për atë vështirësi që ju hasni. Dhe unë e di shumë mirë, thash edhe më përpara, që historitë e ardhura reale në studion e emisionit nga ju kanë qenë me të vërtet rënditse. Por gjithsesi do t'i lëm hallet sot, do t'i hym halleve të punës. Por do flasim pak edhe për ca thashe theme, ca kuriozitete, për secilën nga ju, për secilin nga ju. Dhe do flasim edhe për hallet e punën e përditshme që lini në shtëpi dhe vini këtu. Zonja Migena? Besoj se detyrat janë ndarë. Detyrat janë ndarë, përpara se të vini t'ju ishim në dhënie detyrave sipër. Tashmë fillon puna normalisht. Unë e di që dikush fshin dhe dikush tjetër janë dublan. Dikush fshin dhe dikush tjetër mbledh. I mbledh. Po. Okej. Kështu është funksioni. Unë do t'i pyes pastaj një nga një se si funksionojnë ata në grup. Prej sa vitesh e kanë grupin e tyre, por njëkohësisht dhe çfarë do të thotë. Jo fund dhjetori, dhe ne jemi me fat që ky dhjetor nuk ka qenë edhe aq i ftohtë, si dhjetorët e tjerë, por do flasim për shiun, për borën, për breshrin, për atë pjesën mbas protestave. Do flasim për ato netët e verës ku djersa ju rrjedh çurk, kur keni lënë një fëmijë apo një familjar të smur, por ky 2020 është pak i veçantë për ju të gjithë. Edhe për ne dhe për gjithë njerëzimin, koronavirusi. Gjatë kohës pandemisë besoj se ju e keni bërë detyrën më mirë se çdo njeri tjetër. Do ta zbuloj dhe atë personazhin që vinte në këmbë nga aty ku ne punojmë, nga Shkoza, dhe vinte drejt qendrës së Tiranës në bllok. Mirë. Ju njoh të gjithëve. Më kanë ardhur fjalët edhe për juve, por do t'ju njoh edhe në punë. Mirë? Respekt, mirënjohje, pa fund për ju, për punën tuaj. Dhe tani do t'ju ndjek në punën. Ta shikojmë një çik si është kjo puna juaj. Ta ndjekim, mirë? Na vjen shumë mirë që jeni të interesuar për këtë shtresë punëtorësh që japin maksimumin e tyre, lën hallet e tyre në shtëpi. Do thuash që është punë, po ka dhe kjo vështirësitë e veta, po këta janë gjithmonë, janë korrekt me orarin, me çdo lloj papriture që më kanë ndodhur. Unë gjithkohës që kam punuar me këta nuk kam pas kur probleme. Do të thonë unë jam me fat kam gjithë grupin më të mirë. Punojnë në grup bashk, nuk kanë zënka, nuk kanë zbët fjalë, do të thonë me njëri tjetrin, janë të familiarizuar, të themi, me njëri tjetrin, të gjithë bashkë. Pra, unë besoj se kam fat se kam gjithë grupin më të mirë. Grupin më të mirë, po. Atëherë, më pranoni dhe mua. Do fillojmë? Hajde, fillojmë. Tashmë kemi ardhur me dy zonja të nderuara. I kemi shkëputur pak nga puna për t'i njohur nga afër. Ja me zonjën Hybe, apo jo? Dhe me zonjën Hatixhe. Zonja Hybe, unë e di që ju keni 40 vite punë. Po, 40 vite. Çfarë është për ty ky profesion? Shumë mënderime me fjalë. Kene punu gjithë jetën, 20 vjetë. Jatë është i bëdhje dhe pensioni. Dhe shumë vjetë se kërë kom shumë të vështirë. E këtë vështirë? Që dal nga puna. Që dalësh nga puna? Po, se kene punu gjithë jetën me fjalë. Në sakrifica, në borë, në shit, në breshë, kene punu se puno shtu në pastrim qyteti do të rish, të t'jesh bësh qik sakrificë. Edhe ko një shine, punë me qizve, me mushaman. Ky ka qenë viti më i çuditshëm, më i vështirë? Po, ky thajnë me mendimin tim thonë ky është. Ky është. Ky se edhe kishte çik të epideminë, çik të smëllëke, se do ne ishim detyruar që të vishim punë. Nuk e leshim dot. Kishit një lloj frike? Jo, me çfarë frike kemi?
Pse të kishim frikë? A e kishit në ato fillime? Po fillim kishim qik, po mësuam tash. Çfarë frikë kishim, ne punojmë, Zoti shiqur, s'ka ka gjatë gjë. Çdo gjë kapim me dorë, me doreza jemi, s'ka keni problem. Kur gjithçka u mbyll, si u dukte Tirana pa lëvizje? Po shumë, mirë së dukte se s'kishte njëri. S'dite njëri, s'kisha asnjë njëri shifshim. Gjatë punës tuaj ju bezdisin njerëzit? Jo, s'ta kanë biznesën. Ju shajnë, ju ofendoj? Jo, s'ta kanë bova ki neve për herë kur na keni taku si nga mosha vjetër, edhe trit, se mosha 30 më dihet që nuk është edhe trit na kanë lidhur disa herë. Që ne takoshim i lumshin krahët, bravo ju qoftë, punoni, jeni zonjë të nderuar. S'ta ka shajt njëri. Ndërkohë, jam edhe me kolegën tënde, me zonjën Atixhe. Atixhe, ecim, t'ju marr pak nga puna. E vështirë të punosh në të ftohtë? Patjetër. Unë në këtë punë kam fillu në vitin 1984. Po. Edhe me këtë punë, do të thush kam bajt familjen, jo, po kam ushqy 2 fëmijë, i kam shkollu të 2. Jam shumë e kënaqur për fëmijët, djalin gjithkohë, vajzat të 2 i kam pas ekselent në shkollë. Vajzën e kam të martuar, jam shumë e kënaqur, djalin e kam në për momentin punë. Besoj ato që tha kolegja, zonja Hybe, që është një profesion i nderuar, kjo nuk diskutohet. Shumë e nderuar. Por pjesa tjetër e qytetarëve, a ja u din pak të vështirësitë e punës, a ju paragjykojnë për atë që ju bëni? Ka njerëz që gjykojnë, por shumica njerëz na falenderojnë. Shumica njerëz na falenderojnë për punën që bëjmë. Edhe unë jam njeri ku merr një falenderim, është një thush punosh me kënaqësi, se për punë kemi dalë. Edhe nuk jemi, mosha jo nuk është, se s'jam në mosh kush e di, po jam shumë e nderuar që punoj me gjitha, nuk është tur të punojsh. Ju jeni nëna e 2 fëmijëve të cilët janë studenta të ekselencës. Mund të më thoni djali? Kam mbaruar, me masë me gjitha, për momentin punon në kompani private. Vajza kanë të martuar në Itali, edhe jam shumë e kënaqur për të 2 fëmijët, për rezultatet që kanë dhënë, unë si prind jam shumë e kënaqur. Si thush, kur fëmija të del dikush në jetë, unë nuk di, para fëmijës nuk pas ka asnjë gjë në jetë. Sa vite keni që punoni bashkë? Me shoqen kam 30 vjet. 30 vite. Tani do bëjmë edhe pak peshateme. Jeni zënë ndonjëherë? Absolutisht. Absolutisht. Ne jemi shoqe, punojmë bashkë, hajmë bashkë, si zimi neve. Mund të thuash pak gjatë kohës pandemisë, kishe frikë nga ky koronavirusi? Patjetër. Patjetër frikë. Tashi, ne në ambient që jemi kështu, deri në sot themi, siç e thatë edhe vetë, vështirësia ishte rruga në këmbë, e boja rrugën këmbë. Gjithsesi, po prapë kjo frika ishte, ekzistante pune e kësaj. Si ky vit më sartë më për ne themi. 2020, i herë tërmeti, i herë kjo. Zoti na rujt kujton për këto gjonash. Deri tash jemi mashallah për Zotin, edhe për ata që e përjetuan. Ne e përjetuam kështu me hecje, me gjitha kështu. Falenderojmë Zotin gjithse kur sot për familjen e vet, për gjithçka. Do më thuash një moment vështirë? Po kur një shik shumë i fjalë që i bini shikin e do të punojmë së zbanë, është më e vështira, që të punojmë shikë, se për te me qizme dhe me moshamane jemi, po pra punë do të bëhë, s'le pa pasru. E o qikë se e vështirë. Po kështu se kemi problem punë. Nata thot populli është e huaja. Sa e huaj është për juve? Ne u mësuam të shi, jemi mësu. Vim të në orë 10, pujtmi të 5-6 vend, bashkë me shefën, edhe se kemi problem fare. Nuk e keni problem. Ka pasur incidente gjatë natës? S'ta ka ndodhur një herë neve. Ne s'ka ndodhur se ditësh. Nuk ka pasur asnjë incident. Neve s'ta ka ndodhur një herë. Ne si grup s'ta ka ndodhur. Jemi siç na pat edhe vetë. Edhe alergi kemi qeshe, bëjmë se jeta nuk ka kuptim. Mua më vjen mirë që ju ndjeni krenare një herë për punën që ju bëni. Më vjen mirë. Nuk ju vjen fare turp nga puna që bëni? Ai çfarë? As sa kam problem ja. As ju dhe as fëmijët tuaj. Ky është një mesazh që ne duhet t'japim sot. Faleminderit as fëmijës. Mua më vjen mirë që ju thoni që qytetarët e Tiranës ju falenderojnë. Po, na falenderojnë.
raste të rralla mund të na folin një, po më tepër na falenderoj sidomos të mosha e tretë edhe trit, vajzat e çun të djemë të rinë, falenderojmë disa herë. Ju lumt, jeni punëtore, jeni zonja, jeni gjithë, dhe nëse kur kreloheni kur na thonë të dhafat e mira. Se më japin një forcë ato neve për punu. Më vjen mirë, që ju japin forcë. Falenderit. Më vjen mirë që ju japin forcë. Dhe më vjen mirë që dëgjoj që të paktën janë të rinjt. Patjetër. Mua më vjen mirë që u njoh ato dyja nga afër, që bëm pak bisedë. Unë doja të bëhesha njësh me ju. Faleminderit shumë. Unë them vitin mbar për të gjithë. Për gjithë, pra për gjithë. Dhe vetëm shëndet. Shëndeti me pikë pari. Njëshi ardh me kam të mbar. Me Me kam të mbar. për të gjithë. Për të gjithë, patjetër. Shëndet dhe vetëm shëndet. Shëndete. Ajo qoftë Kryesorja pasë, po që shëndet. shnepi, të gjithë bëhen. Shnepja kam dorë gjithë. Patëm shnepin, gjithë bëhen. Inshallah 2021, në mjeft një kom të marë, e gëzuar të gjithë, inshallah gjithë ku janë gjithë botën, jo vetëm neve, për gjithë botën. Ju urojmë gëzuar vitin e gjithë. Vazhdojmë punën se do na përtasi përgjegjësia. Me gjithë qeshri? Ha? Vazhdojmë? Po, vazhdojmë tash. Do ta marr dhe unë fshesën pak sonte me ju. Mos më shaj. Jo me si të shakun ty, më. Ha? Ashtu si di. Si të dish? Ha? Do mësosh edhe mua, siç ke mësuar shoqet. Po, më, pa tjetër. Tani do të largohem për ke grupi tjetër. Edhe do ju bashkohem prapë edhe juve. Mirë? Vazhdoni. Vazhdoni që të shkoj ke grupi tjetër. Do t'ju shkopus pak. Rita? Liliana. Mjetuar. Fëmijët po e kanë një çikatë të vështirë, se detyrimisht janë në shkollë, edhe dihet që e kanë atë, po. Kurse brezi jonë mësumë të lloj profili pune, kështu që Në një moment për shembull kur ke qenë pa fuqishëm për të punuar, kolegët e tua të ja ndihmojnë? gjithmonë e kemi ndihmuar njëri tjetrin. Edhe do ta ndihmojmë. Për vetëm arsye se tash ne për dim punë, me marr 2 lekë me çon shtëpi, detyrimisht që kushdo që të jetë smur, do ta ndihmojmë. Jo do të them, po është e marruar që e ndihmojmë. Ndihesh pak i privilegjuar që je i vetmi burr në këtë Jo, grup? jemi 2. Jeni 2. Po, nuk është ajo. Unë mundohem për shembull kur ka punë tron që t'i ndihmoj sa më tepër këtë. Ju, me sa di unë, që më tha grupi tjetër, bëni shaka midis njëri Po tjetër. normal jemi familje, kemi kaq vite. Nuk e kemi për e njohim njëri tjetrin shumë mirë. E dinë edhe ato se kush jam unë, edhe unë i di se kush jam. Megjithëse grupi është shumë i rregullt. Jo se jemi këtu përballë jush, po grupi është shumë i rregullt. Kur
Bëm mbledhjen dhe u prezantova që sot do jem një nga ju, do mundohem të vi mbas jush, natën ta kalojmë bashkë. Sonte më thej që në mars del në pension apo jo. Por nuk do të dalësh. Jo, faktikisht realiteti ashtu është, që është diçka që e ke shumë të vështirë se unë jam mësuar me punë. Jo, po edhe moshatarët e mi që janë duke dalë pension, mësuar me punë është e vështirë në shtëpi. Ndoshta do mësojmë, s'kemi çfarë bëjmë, se s'na pranon njëri më, 65 vjeç do mbyllësh punën. Megjithatë ti ke fuqi për të punuar apo jo? Punoj me këtë punë që kam tash për shembull, jam mësuar me këtë lloj pune. Mendon se do dalësh në pension? Apo do mundohesh gjesh një punë që Shikojmë. shkojmë pranë zonjave Faleminderit. të grupit Faleminderit. dhe të flasim edhe me to. Po. Ja u morëm pak patosi, por do ndalojmë edhe pak bashkë. Kur ke kaluar një natë shumë të vështirë dhe në orët e para të mëngjesit të duhet të shkosh në shtëpi. Dhe je pa mundur që ti të vazhdosh atë ritualin për të vazhduar dhe punën e shtëpisë, siç bëjmë secila nga ne kur kthehemi në familje. Vjeça. Unë kam qenë 14 vjeç. 14. Po. Dhe pret bëhesh gjysha. Po. Ti duhet të jesh gjysha më e re e qytetit? Tani nuk e di u. Ndofta edhe? Sa vjeç je vet? Tani, Po. jam 49. 49 vjeça dhe të bëhesh gjysha. Po. Si ndihesh? Mirë, shumë mirë. Mirë. Shumë mirë. E do burrin si ditën e parë, si 14 vjeçë kur je martuar? Po normal? Ëh? Po. E di në atë kohë çfarë ishte dashuria? Adoleshente mu? Dashuria. E vonë? Pranuan familjarët? Po. Me njëherë sa po i thënë që Po. do martohen? Po. Më thuajmë qafshësinë. Jo. Lagje, ishim komshi. Aty, Po. e pe apo të pa? Më pa dhe unë e pash. Dashur, më morën pas. Po si merreshit vesh atëherë me njëri tjetrin? Po kishte edhe me letra. Si ta shprehu dashurinë? Po mbaj mend fjalët tani? Jo, si ta shprehu, ban më në propozimin. Po kur t'ka normal. Më pëlqen. thënë. I ka mbajtur premtimet e ditës parë? Po, i kam baj. I ka mbajtur. Po. Në qoftë se vajza jote do ishte martuar 14 vjeçë, siç e martuar ti. Ne. Vajza ime nuk është martuar 14 vjeçë, jo, nuk pranon. Unë e kam të rritur vajzën edhe nuk akoma s'është martuar. Pra ajo nuk përsëriti atë që... Jo, nuk e kam përsëritur. E bëra unë, po vajza ime jo.
Vajzem kur ta gje vetani, është e rritur ajo. Me zor po pret bësh gjysh, ha? Po, normal me zi për pres për gjysh. Edhe sa ko do që të bësh gjysh? Po ja, Me për dhe kismet. një, ja 2-3 javë më t'jenë. 2-3 javë. Po, E me thënë janari, po janë. do të gjej gjyshe. Gjyshe. Çfarë do bëj gjyshja? Gjyshe do t'i bëj të gjitha. Gjithat me... Po djali nusën 14 vjeç që ka marrë? Jo, Jo, jo. Nusja është 20 vjeç. 20 vjeçë. Dhe do bëhet nënë. Po. Po. Po kur rrëfeni historinë tuaj të dashurisë, Normal nuk vjen mirë, vajza ime njerë jo. Edhe djali po ashtu. Nuk... Nuk, do të thonë unë martova e vogël, ato nuk gjithmonë folin. Nuk duhet martosh e vogël, duhet të martosh. megjithatë në që vitet që thua ti, besoj se e vogël ke qenë, 14 vjeçë, nuk e ke ditur çfarë ishte dashuria. Por e rëndësishme është që ajo dashuri ka mbijetuar kohë, apo jo? Ju jeni përsëri bashkë sot. Po, Më vjen mirë për këtë gjë. Por ti nuk e di rëndësinë e familjes në atë kohë, apo jo? ja. Dhe vogël, tani ka qenë koha tjetër dhe atëre. Si shte koha që është tani të rinjt janë më të zhvilluar, janë më të kështu. Në atë kohë, unë 6 klasë kishe. Megjithatë ti thua që familja e pranoi më një herë. Po. Edhe familja e bashkëshortit po Po. ashtu. Po. Kaq shumë e madhe ishte dashuria, kaq shumë ka ngulët sa Tani ju dashuria nga herë nuk pyet. Sa do e vjetë, e vogël e rritur, po kur e ndjen, nuk pyet e madhe apo e vogël. megjithatë unë mendoj se e ka vdetur sakrifica. Po. Po. Sa ndikon për shembull një hall, një problem familjar në punën tënde? Puna ime tani 10. Sa ndikon? Ndikon Ndikon shumë. shumë. Kur ti fshin çfarë mendon? Unë mendoj shumë. Mendoj shumë se i kam edhe për punë. Kam djalin, ose ngocë që kam marrë të fakultetit. Je vetmja që punon? Po. Dhe me këtë rrugë ti mban familje. Po. Shumë e vështirë besoj. Vështirë, shumë vështirë është. Je ndjerë ndonjëherë paragjykuar për profesionin që bën? Unë e kam marrë parasysh, e vogël, se unë jam fuqe 14 vjeç edhe Po. punë. Tu që Edhe ja. Në punë Edhe në 14 punë. vjeç, në punë gjetë dashurinë, Po. 14 vjeç e ke bërë gjitha. Po, edhe 14 vjeç kam qenë në punë, unë kam filluar punë 14 vjeç. Akoma në punë jam. Kush e ka ndjerë peshën e paragjykimit të punës që ti bën, familja, fëmijët? A dhe fëmijët u rritën me këtë, unë i kam rritë fëmijët me këtë. S'ka pse të kem paragjykime me punën time që Si po fshi? shumë mirë, Mirë? shumë mirë është. Ju e keni me normë të punë? Jo, nuk e kemi me normë. Nuk e keni me normë? Jo. E punë që të bëjmë neve kemi të caktuar. Ndërkohë që fatosi do vitë mbledhi këto, Po, po ta dorëzoj fshesën, ma faleminderit. dorëzoj mikrofonin, se këto janë armët tona, Po. profesioneve tona, dhe mua më presin në një tjetër vend kolegët e tu. Mirë? Do takohemi prapë, do mblidhemi prapë. Mirë? Nata sot është e juaja. Unë jam mysafirja juaj. Mirë? Faleminderit. Faleminderit.
Jakubi mbroma. Si jeni? Po ju ndërpresim nga puna. Po shoh që është bërë një punë kolosale sonte. Është natën se s'ka lëvizje kombëtarësh, makinash. Edhe nata është më e mirë për krahasitë dhe këtyre pembe. Çfarë do të thotë punosh në krahasitje që nga viti 1972? Si rinia jonë këtu ka kalu. Vetëm me këto pembe, me këto krahasitje. E njeh Tiranën më mirë se kushdo tjetër. Patjetër. Ë? Të gjithë qytetarët e Tiranës. Po. Ndoshta edhe me emra. Si edhe me emra e njohim, si Tirana është shumë, edhe me emra e njohim. Të paktën ata që punojnë natën si puna juaj, ti një. Po, patjetër, njohim. Sa e lodhshme është sektori krahasitjes? Shumë e lodhshme, edhe rrezikshme edhe e lodhshme. Dhe pagënësia, nësaj më tepër do t'i ruash tyre se ka shumë aksidente që posu ambalazhove mirë veç një kokore i diçka tjetër kështu ka rrezike. Ka pasur ndonjëherë ndonjë incident? Po, ka pas pagujtësia jonë. Deri ku ka shkuar incidenti? I plagë vogël. Na ka rujt Zoti që qyrë Zoti. Familja besoj është në merak. Djetë jo, djetë. Aty e kanë metët, ha. Se kuj djetë notës, nota është e ujë. Ne përvësisht, punojmë. Mundojmë ta majmë kryeqytetin sa më mirë. 49 vite. Apo jo? Kem 70. 50 vite. Kam hyrë ka 13 vjeç kam. 13 vite. Dhe po këtu, krahasitje. Që kam da fare. Do të thënë ke hyrë Kalaman dhe po del gjysh. Po, patjetër. Patjetër. Më thuaj pak, si ndan hallet e përditshme në shtëpi kur vjen punë? Duke qenë se është edhe punë me rrezikshmëri të lartë. Hallet e përditshme, për ditë hallet po i kim punë. Kur ke lënë një familjar të smur dhe mundja të rri aty, kur ke kaluar një hall, një vështirësi, Kam aty kam inë, se kam i çuni se 6 vjeç që kam smur, kështu depresiv të smadhuar. Edhe kam inë se i krizi diçka mund t'i ndodhi atit, sa spret. ka ndodhur që kur ke qenë punë, djalin e ka kapë ndonjë krizë? Në 2 herë. 2 herë kam qenë punë ke zokun zi, po boshin zokun e zi. E kapi krizë, jam detyruar kam lënë punën urgjent, që e kam çuar drejt spital. Çfarë ke ndier kur si e ndier afër djalit në momentin e tij të vështirë, siç është kriza? Ajo si fëmija, njeriu ndjet keq. Për çdo moment, kur e ke njëri smurë, Zotë Jakub, historitë tilla me njerëz të cilët vuajnë nga depresioni apo vuajnë nga sëmundje tjera, ne kemi pjesë programit ton për 16 vite. Është e vështirë që në rolin e babait ti tregosh krizën e djalit, të fëmijës tënd, dhe aq më tepër që ti nuk je gjendur pranë, por je gjendur në punë. Çfarë do thotë bashkëtosh me persona të tillë? që do thotë, detyrimisht vetë situatës e pos punove, të ardhmen e tjera s'kena, këto të ardhmen kena. Do punojt, morim atë rrokë, do ushqim djalin, do ushqim veten, ma aq mundësi sa kena. Bashortja besoj se qëndron më afër. Nuk ka punu. Nuk ka punuar asnjëherë bashortja? Ajo, se ky ka lindur me temperaturë, kur ishte i vogël, edhe pavarësisht se ne e çum në shkollë, se në vite zor ka dynjoja, dhe sa me shoqëri mori klasën e 9. Me miqësia, hajde. Dhe sa kaloi klasën e 9. Një herë ja ka thonë 2 vjeç, një herë, kur kishte dalindjen 20 vjeç. Ka lujt i qik futboll me Paratritit Tiranës. Aji aktiviteti as ju realizua ëndra, diçka e tillë. Do i lën këto hallë vuajtje të përditshme të familjes, vjen dhe në darkë dhe punon ke krahasitja. Çfarë do punojmë? Çfarë do bëjmë? Do ham, ku të shkojmë? Punë tjetër s'kena. Kjo është. Tani që do dalësh në pension, çfarë mendon të bësh? Tash do mundohemi që s'kapim në punë privat, në gjë me s'ke ku shko. Edhe 2 kolegë të tjerë tek sektori i pastrimit deklaruan që janë në prag pensione. Edhe ata nuk donin të largoheshin realisht nga puna.
Po di edhe jo se kena vite, gjithë jeta ime këtu ka kalu kuqëzëjtë, do të largohet. Po edhe mosha bo punë vetë, se bje fuqia, takati, se ka matë fuqinë e rinisë. Po vetë mosha. Unë shikoj që në sektorin e krasitjes ka dhe të rinj. Sa i ke dhënë ti nga përvoja jote? Sa kam pas mundësi. Bëjë këtë që bëjë kështu, të i dhënë mendime, se unë s'mon t'i japë. Po japë mendime që ajtë nësë mësoj, sa do pak. Po halët e familjes si qanë me njëri tjetëre? Qanë si qanë. Se po si qave me shokët me cilë gjash, se aji do t'japi i leje me të nëllë një gjoj keqe. S'ke ku e merë për veç përgjisit. Kam këtë halë, do marrë i leje t'hikin, se kam qonë i s'fond. Edhe ma ka ndonë që kjo zotë dertës. Kur ishan hallet me shokët e krasitjes për çështjen e djalit, për momentet e krizave, për një natë vështirë që ke kaluar ti së bashku me familjen tënde, çfarë thon ata në lidhje me këtë gjë? Qa të thonë edhe atë vetë, se s'mune do bëj punë vetë, sa shu është i lindurej. Qa të thonë, detyrimisht, do i kishë në punë, i kam lanë gronë aty, do i rike kokën ditë natë. Ka një moment që gjatë punës tënde të mos shkoj mendja tek djali, tek familja, apo të rrëmbej puna? Jo, menja atje e mëri, po të shi edhe puna, kërkoj punë. Se s'mund të lese punë orën se kam. Sa do mund kesh njëri në halë, po. Kush është apeli juaj sot? Sot apeli im është që ta mbylojmë Tiranën sa më mirë. E parë me rujt njerëzit njerë nga makinat, drejqimin, gjitha. Po probleme i parë është me rujt njerëzit, se kam duke punu për ditë në rrugë. Zenel, dëgjo, unë kam folur me shumë persona nga ju sot, edhe të sa thashe themi kemi bërë. Po mirë. Ti je ai personi që hyp atje në Vinç. Po, Je dëshmitari shumë ngjarjeve. Shumë kam thënë. jo, s'kemi pasur. Jo. Atje në Vinç më thanë që shikon shumë gjëra, dëshmitari shumë ngjarjeve. E di se më thanë, mysafiri pa ftuar në familje shqiptare. A jeti? Nuk e di, ndoshta. Ndoshta. Me kë i ndan këto histori?
Afër çdo ditë, por që sot isha mysafirja juaj. Më vjen mirë që më mirë pritet. Por, ashtu si që thash pak më përpara, teksa isha me këto dy zotrinj, kemi dhe një surprizë. Tashmë në fund, sepse ju e meritoni. Maj sa kemi pasur mundësi. Unë ftoj në këto momente që drejt nesh shikoj që vjen bashkëpunëtori, hajde zoti Fatmir. Vjen bashkëpunëtori i gjithë këtyre viteve, zoti Fatmir Sena nga Agjencia Investigative Stop Krimit. Përshëndetje dhe mirëmbrëma dhe gëzuar festët dhe ju jeni herojt e Tiranës se punoni gjithë natën dhe duhet bëj një falendrim për të gjithë anëtarët e Agjencisë Investigative Stop Krimit që u mblodhen dhe kontribuan për ju që punoni ditë e natë. Dhe gëzuar. Faleminderit zoti Fatmir. Të marrim edhe pjesën tjetër. Natën e vitit të ri, dhe ashtu vitë mbarë dhe vetëm shëndet, paqe të për familjet tuaja. Si që të re, për gjatë gjithë natës së sotme, jo vetëm që ka qëndruar zoti Fatmir në krahun ton, jo vetëm grupi mrekullueshëm i xhirimit, por në këto momente që nga mbledhja në minutat e para tonat, ju keni parë dy vajza që rrinë vazhdimisht krah meje. Ju e dini që puna nuk bëhet e vetme. Si që ju shoqe me njëra tjetrën, kolege, kam edhe unë dy koleget e mia, Anila Ahmataj dhe Doriana Bezat. Dua ta mbyll edhe me gocat, i ftoj dhe gocat vinë këtu. Hajdeni. Ishte një natë emocionuese edhe për ne. Dilje në terren të njëje ka shumë personazhe, edhe e meritonim që këtë vit intensiv ta mbyllim me punonjësit e pastrimit për t'i thënë edhe një fytyrë tjetër këtij viti, që nuk është vetëm ajo që duket, por në momentet kur grilat e shtëpive mbyllen, dyert mbyllen, ka njerëz që i japin dritë qytetit dhe ne e gjejmë të pastër kur zgjohemi. Faleminderit Dore. Lila. Në fakt unë do të ndaj një emocion ashtu siç kemi bërë gjatë gjithë kohës në emisionin Me Zemër të Hapur, duke ndarë histori dhe emocione qofshin negative dhe pozitive. Unë do ndaj një emocion timin, ky vit ishte viti që unë rrugtova nëpërmjet emisionit Me Zemër të Hapur. Ishit ju që më dhatë një mundësi që të jem pjesë e juaja për të përjetuar dhe unë ato emocione të mira. Ishte eksperiencë e bukur që sot qëndruam gjatë gjithë orëve të natës me këta zotrinj dhe këto zonja të mrekullueshme. Tashmë do bëjmë atë mbylljen tradicionale, duke i uruar këta burra dhe gra, këto zonja dhe këto zotrinj, zotin Fatmir Sena, Anilën, Dorianën, por edhe stafin që ka punuar për gjatë gjithë ditës së sotme, gjithë mbrëmjes së sotme. Gjithsesi, unë falenderoj jo vetëm ata që ishin sonte, por edhe gjithë stafin e televizionit News 24, sepse është një staf i madh që punon, që nga drejtuesit dhe deri tek punonjësit më të thjeshtë, dua t'i uroj të gjithëve, po të gjithëve që të kenë një 2021 të mbarë. 2020 mos ardhë kur. Shëndet dhe vetëm shëndet paqe. Ju takofshin